Në intervistat e tua, ti flet për dy gra në jetën tënde. Flet për nënën që të ka rritur, që të ka mësuar disiplinën, flet edhe për gruan tënde që është bashkëudhëtare në gjithë këto destinacione që ti na përmend, edhe këto sfida, që jo çdo kush do ishte aq bashkëpunues për të lënë atin dhe për të qenë gjithmonë pranë një aventurieri. Çfarë mund të thuash për dy raportet që përmenda? Absolutisht, nënën e kam krejt qenja ime, është ajo, si të them, ajo çfarë unë kam ndërtuar, sepse më ka rritur pa babajin që nga mosha një vit e gjys. Pra ajo kishte sakrifikuar jetën për mua dhe dy vëllezërit e mi dhe nuk është martuar asnjëherë, pra sakrifikoi jetën që ne të jemi këta që jemi sot. Nuk e bën çdo grua atë që bëri nëna ime. Por po ashtu dhe gruan e cila më mbështet në çdo hap të jetës dhe thuajse në shumicën e rasteve jemi bashkë, sepse mu më duhet një njeri afër, sidomos kur realizoj dokumentarin tim, atëherë nuk kam kameraman special që televizioni ku punoj e ka angazhuar, sepse është e pamundur realisht, nuk të ndjek askush ty çdo ditë nga 5-6 orë për të rëndësishme. Pra është ajo Vali, nusja ime që vjen gjithmonë me mua dhe më ndihmon. Po ashtu më këshillon besa. Ka dhe sy kritik besoj për ndonjë foto. Këtyre dyja zonjeve i kam bërë thuajse tërë jetën dhe e lut Zotin që ai t'i shpërbej siç din më së miri.